Shpesh zotërojmë gjëra të cilat ndoshta nuk i përdorim kurrë. Po themi grumbullojmë aty, i bëjmë pjesë po themi të asaj që mbushin garderobat dhe hapësirat tona, por se ndoshta nuk i përdorim kurrë. Dhe vazhdojmë me këtë praktikë të zotërojmë gjëra të cilat shumicën e cilave nuk i vendosim në përdorim. A është kjo një tregues i një lakmie dhe një sjellje jo të duhur? Njeriu në jetën kjo është për lakmisë. Më thonë, grumbullon gjëra dhe sende që ndoshta kur në jetën e vet nuk i përdor. Kjo është për lakmisë. Pa thjesht lakmia për t'i patur, po jo për t'i patur, jo për t'i shërbyer. Kjo është vetëm fitim, nuk është rrezik që i shërben për ta jetuar jetën e tij. Se Allahu e përmend në Kur'an, dikush prej njerëzve mbjell apo grumbullon pasuri, mendon që pasuria e tij ka me botë për jetëshëm në këtë botë. Andaj duhet me pas kujdes, ajo që ka e jep, ajo mbetet dhe regjistrohet në kontën apo rezervohet në faqet e veprave të mira. Ndërsa grumbullimi i gjërave pa vetëm grumbullim, domethënë kjo është më shumë, domethënë është israf apo keqpërdorim. Andaj njeriu duhet ta vetë kontrolloj dhe ta pastroj veten e tij në këtë çështje. Po unë përmenda në kohën që ne jetojmë, njerëzit grumbullojnë sende. I bën 2 telefona, 3 telefona, 2-3 kerë, ndoshta nuk i vijnë për shërbim, po për t'i pasur për shkak të lakmisë, edhe pastaj siç e përmendëm te shoqëria atje unë e bona këto, dhe kjo shkon duke i infektu gjeneratat se kështu po duhet me jetu, a me të vërtet njeriu qysh ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur zgjohet në mëngjes dhe e ka shëndetin e tij, e ka paqen, sigurinë në vend dhe ushqimin ditur, të Allahu ja ka dhënë të të mirat. Para mendon njeriu me sa pak mundet me jetu. Andaj këto janë tri gjëra që i ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që mos me u habit, sepse grumbullimi i gjona pastaj nëse njeriu vdes dhe lën pasuni, ka mu pyet për to. Sepse fatkeqësia një njeriu që ndron kur vdes i mirët e tërë pasuria dhe çështja tjetër që është tek ai se pyetet për këtë ato që ka e kalon. Andaj duhet me pas kujdes.